Horoskopi ditor, 4 shkurt. Energjitë dhe mesazhi për çdo shenjë zodiaku. Data 4 shkurt sjell energji që kërkojnë maturi, qartësi dhe vendime të ndërgjegjshme. Kjo ditë nuk toleron nxitimin dhe as shmangjen, por shpërblen ata që zgjedhin të veprojnë me përgjegjësi. Disa shenja do ndjejnë nevojën të rregullojnë çështje praktike, ndërsa të tjera do përballen me emocione që kërkojnë qartësi dhe kufi të qartë. Energjia e kësaj date ndihmon në ndërtimin e stabilitetit, kur mendimi përputhet me veprimin dhe prioritetet vendosen pa frikë. Dashi. Një shtysë e brendshme për veprim shfaqet që në fillim dhe kërkon vetë kontroll. Në punë, një situatë kërkon durim dhe strategji, jo reagim të menjëhershëm. Vendimet e nxituara krijojnë keqkuptime dhe tension të panevojshëm. Në marrëdhënie, dëgjimi aktiv dhe toni i qetë ndihmojnë në ruajtjen e harmonisë. Beqarët përfitojnë nga një bisedë e sinqertë që sqaron pritshmëri. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, qetësia rritet kur energjia kanalizohet drejt prioriteteve reale. Kjo ditë nuk është për prova force, por për zgjedhje të mençura. Kur frenon impulsin dhe vepron me vetdije, ndërton bazë të qëndrueshme për hapat e ardhshëm. Një lajm i vogël në mbrëmje sjell qartësi dhe rrit besimin në drejtimin e zgjedhur. Demi. Nevoja për stabilitet ndihet qartë dhe dita favorizon organizimin praktik. Në punë, përqendrimi te detajet dhe mbyllja e çështjeve të hapura sjell lehtësinë dhe ndjesi sigurie. Shmang shpërqendrimet që të largojnë nga qëllimi kryesor. Në marrëdhënie, qetësia dhe qëndrueshmëria jote krijojnë besim dhe afrimitet. Beqarët tërhiqen nga dikush i sinqert dhe i duruar. Financiarisht, dita është e përshtatshme për planifikim dhe rregullim buxheti, jo për rreziqe. Emocionalisht, balanca ruhet kur ndiqet një ritëm i qëndrueshëm. Kjo ditë shpërblen durimin dhe zgjedhjet e maturuara. Kur i beson procesit dhe nuk nxiton, gjithçka rrjedh më lehtë. Një moment reflektimi në fund të ditës ndihmon të sqarosh prioritetet afatgjata. Binjakët. Një fluks mendimesh kërkon strukturë dhe fokus për të shmangur lodhjen mendore. Në punë, zgjedhja e një prioriteti ndihmon të çosh përpara detyrat pa shpërndar energjinë. Komunikimi i qartë parandalon keqkuptime dhe vonesa. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë përmirëson klimën emocionale dhe afron palët. Beqarët përfitojnë nga një takim spontan që sjell ide të reja. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon vëmendje ndaj shpenzimeve të vogla që grumbullohen. Emocionalisht, qetësia vjen kur mendimet organizohen. Kjo ditë favorizon rishikimin e planeve dhe qartësimin e qëllimeve. Kur idetë vendosen në rregull, ndjenja e paqartësisë largohet. Një mesazh i papritur në mbrëmje sjell motivim për të ecur përpara me besim. Daforia. Ndjeshmëria rritet dhe kërkon mbrojtje emocionale dhe qartësi të brendshme. Në punë, një vërejtje duhet marrë me qetësi dhe reflektim, jo personalisht. Qëndrimi i matur rrit respektin dhe besueshmërinë. Në marrëdhënie, hapja e butë sjell afrim dhe shmang keqkuptime të panevojshme. Beqarët kuptojnë më qartë çfarë kërkojnë dhe çfarë nuk pranojnë më. Financiarisht, dita kërkon disiplinë dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Emocionalisht, forca rritet kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë nuk është për vendime madhore, por për përkujdesje dhe vëzhgim të brendshëm. Kur dëgjon intuitën dhe respekton nevojat personale, zgjedhjet bëhen më të sigurta dhe të qëndrueshme. Luani. Një ndjenjë përgjegjësie shfaqet dhe kërkon maturi në çdo veprim. Në punë, një situatë kërkon qartësi dhe komunikim të drejtë për drejtë, jo imponim. Kur ruan tonin e qetë, bashkëpunimi përmirësohet ndjeshëm. Në marrëdhënie, prania dhe vëmendja kanë më shumë vlerë se premtimet e mëdha. Beqarët tërhiqen nga dikush që respekton ritmin personal. Financiarisht, dita kërkon rishikim shpenzimesh dhe shmangje të teprimeve.
Emocionalisht, stabiliteti rritet kur nuk kërkohet miratim i vazhdueshëm. Kjo ditë të mëson të udhëheqësh me shembull dhe qetësi. Kur vepron me vetbesim të balancuar, rezultatet bëhen të qëndrueshme. Një kompliment ose vlerësim në mbrëmje rrit motivimin dhe konfirmon se drejtimi i zgjedhur është i duhuri. Virgjëresha. Nevoja për rregull dhe strukturë bëhet më e theksuar. Në punë, përfundimi i detajeve të hapura sjell lehtësim dhe ndjesi kontrolli. Kujdes nga perfeksionizmi i tepruar që konsumon energji. Në marrëdhënie, sinqeriteti i thjeshtë zgjidh paqartësi dhe afron palët. Beqarët ndihen më të sigurt kur shprehin qartë pritshmëri. Financiarisht, dita është e mirë për planifikim, organizim dhe pagesa të rregullta. Emocionalisht, balanca rritet kur lihet hapësirë për fleksibilitet. Kjo ditë mëson se jo çdo gjë kërkon analizë të pafundme. Kur i beson procesit dhe ruan ritëm të qëndrueshëm, qetësia mendore forcohet. Një ide praktike në mbrëmje ndihmon të përmirësosh rutinën dhe të kursesh kohë për gjërat që kanë vërtet rëndësi. Peshorja. Kërkimi i ekuilibrit udhëheq çdo vendim. Në punë, bashkëpunimi i hapur dhe fjalët e qarta shmangin keqkuptime. Një marrëveshje bëhet më e favorshme kur kërkon detaje pa hezitim. Në marrëdhënie, dialogu i ndershëm sjell qetësi dhe afrimitet. Beqarët tërhiqen nga sinqeriteti dhe stabiliteti emocional. Financiarisht, ruajtja e masës mbron sigurinë. Emocionalisht, paqja e brendshme vjen kur vendosen kufi të shëndetshëm. Kjo ditë favorizon vendime të menduara, jo shtyrje. Kur vepron me integritet dhe qetësi, ndihesh më i sigurt në zgjedhje. Një ftesë ose bisedë në mbrëmje sjell harmoni, ide të reja dhe ndjesi balancimi mes dëshirave personale dhe kërkesave të jashtme. Akrepi. Thellësia emocionale rritet dhe kërkon sinqeritet të plotë. Në punë, transparenca ndihmon të mbyllen çështje të ndërlikuara pa tension. Shmang strategjitë e fshehta. Në marrëdhënie, ndjenjat intensifikohen dhe kërkojnë komunikim të hapur. Beqarët dallojnë më qartë qëllimet e veta. Financiarisht, vëmendja ndaj detajeve mbron interesat dhe shmang gabime. Emocionalisht, lëshimi i kontrollit sjell çlirim. Kjo ditë favorizon transformimin dhe pastrimin e energjive të vjetra. Kur pranon realitetin pa rezistencë, forca personale rritet. Një e vërtetë e thënë në mbrëmje sjell lehtësim dhe qartësi. Duke vepruar me ndershmëri, hapet rrugë për një fazë më autentike dhe më të qëndrueshme. Shigjetari. Nevoja për orientim të qartë bëhet më e dukshme. Në punë, shmang shpërndarjen e energjisë në shumë ide njëkohësisht. Një zgjedhje e fokusuar sjell lehtësim. Në marrëdhënie, sinqeriteti mbi pritshmëritë shmang paqartësi. Beqarët përfitojnë nga një aktivitet social që hap horizonte të reja. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe planifikim. Emocionalisht, qetësia rritet kur ekziston një vizion i qartë. Kjo ditë nuk favorizon nxitimin, por reflektimin. Kur vepron me vetdije dhe përgjegjësi, qartësia rritet natyrshëm. Një plan i thjeshtë në mbrëmje sjell motivim për ditët në vijim dhe ndihmon të ndërtosh hapa të qëndrueshëm drejt qëllimeve afatgjata. Britsjapi. Përgjegjësitë kërkojnë konsistencë dhe durim. Në punë, përpjekjet fillojnë të vijnë re gradualisht, edhe pa shurmë. Një këshill e thjeshtë ndihmon qartësimin e një hapi të rëndësishëm. Në marrëdhënie, prania emocionale forcon lidhjet dhe ul distancën. Beqarët tërhiqen nga stabiliteti dhe serioziteti. Financiarisht, planifikimi sjell siguri dhe kontroll. Emocionalisht, qetësia rritet kur ruhet balanca mes detyrës dhe pushimit. Kjo ditë favorizon vendime të menduara dhe hapa të vegjël, por të sigurt. Kur respekton ritmin personal dhe nuk nxiton rezultatet, ndihesh më i fortë. Një bisedë e dobishme në mbrëmje ndihmon të sqarosh drejtimin dhe të ndërtosh besim për vazhdimin. Ujori.
Riorganizimi mendor sjell qartësi dhe fokus. Në punë, idetë inovative kërkojnë strukturë për t'u zbatuar. Komunikimi i drejtpërdrejtë shmang keqkuptime. Në marrëdhënie, hapja emocionale afron dhe ul distancën. Beqarët vlerësojnë sinjalet reciproke dhe qartësinë. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Emocionalisht, balanca vjen kur shmanget presioni i jashtëm. Kjo ditë favorizon reflektimin dhe rishikimin e prioriteteve. Kur origjinaliteti bashkohet me përgjegjësinë, lind qartësi reale. Një takim ose ide në mbrëmje sjell inspirim dhe ndihmon të shohësh një rrugë të re që kërkon besim dhe përkushtim gradual. Peshqit. Vetkujdesi bëhet thelbësor për ruajtjen e ekuilibrit. Në punë, shmang përfitjen e stresit të tjerëve dhe vendos kufi të qartë. Në marrëdhënie, siguria emocionale kërkon sinqeritet dhe butësi. Beqarët zgjedhin lidhje që ofrojnë qetësi, jo paqartësi. Financiarisht, dita kërkon disiplinë dhe plan të qartë. Emocionalisht, qetësia vjen kur respektohen nevojat personale. Kjo ditë nuk favorizon sakrificat e tepruara, por balancën. Pushimi dhe reflektimi rigjenerojnë energjinë. Një moment qetësie në mbrëmje rrit harmoninë dhe besimin. Kur zgjedh veten pa faj, rruga bëhet më e qartë dhe ndjeshmëria shndërrohet në forcë udhëzuese për hapat e ardhshëm. Energjia e 4 shkurtit kërkon qetësi, vetdije dhe zgjedhje të menduara. Çdo shenjë merr sinjale për të ndërtuar stabilitet dhe qartësi. Komento shenjën tënde dhe ndjesinë kryesore. Pëlqe videon për mbështetje. Abonohu për parashikimet e radhës. Shpërndaje me dikë që ka nevojë për qartësi.